Efektivi policisë së Dison Adri, i cili mbeti i plagosur gjatë ngjarjes së rëndë të ndodhur në Maliq, ka kaluar rrezikun për jetën. 36 vjeçari ndodhet i shtruar në pavionin e Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po merr trajtim mjekësor të specializuar. Burime bëjnë me dije se gjendja e tij shëndetësore është stabilizuar dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa do të vijojë të qëndrojë nën kujdesin e mjekëve deri në rehabilitimin e plotë dhe monitorimin e mëtejshëm të gjendjes. Efektivi u transportua me urgjencë drejt Spitalit të Traumës pas plagosjes gjatë një operacioni policor në Maliq, ku gjatë përndjekjes për arrestimin e Violant Braçallarit, ky i fundit hapi zjarr duke lënë të plagosur Adrin dhe duke shkaktuar vdekjen e një tjetër efektivi policie. Ndërkohë autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.